Sot po ju lam mënyrën time si me përgatit këtë pulë të pjekur në furrë me një shije të mrekullueshme. But përmena, kërcën nga jashtë, po ashtu po ju lam mënyrën time si me bë përsheshin me langun e saj. E përshesh më të mirë se ky nuk do hani. Fillojmë me përgatitjen e pulës. Fillimisht e marinoj mirë me kryp duke e masazhuar, po ashtu edhe me vaj ullinit nga të tana anët. Nën lëkurë tek gjoksi fusim disa copa gjalpi, në bark fusim qep, mollë, karrotë e limon. Ja lidhim këmbët dhe lamu marinu për disa orë. Masaj kohe e kthejmë me gjoks përmys dhe e fusim u pjek ashtu në furrë. Mënyrën se si e kam pjek keni shkruar më poshtë në recetë. Tash bëjmë përsheshin, në tigan me vaj ullini ka vërdisim qepën, shtojmë brëmshmet e pulës, i ka vërdisim pak minuta, hedhim erëzat, krypen dhe langun e pulës, ujë, e lam uzi derisa të brëmshmet të zbuten. Masanaj shtojmë kulaçin e grimcuar në copa. Lam 3-4 minuta në zjarr dhe e kena gati me shërby ashtu të nxehtë me pulën e pjekur. Faleminderit.